Por kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Për gati 3 vite, në këtë sallë gjyqi, ju I keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht I pafajshëm. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim I kundërlidhshëm nga ana ime. Armët për ne ishin mbijetesë. Shumë nga bashkëquftarët e mi kanë vdekur duke siguruar ato. Sikur prokuroria përpiqet të na ndajnë shqiptarëve mes veti dhe ta barazojë UÇK-n me krimet e Serbish. E historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet, aq më tepër në një sallë gjyqi. E përmesjush përshëndes, po ashtu gjithë qytetarët e Kosovës. Drejtësia nuk mund të ndërtohet mbi gjuhën e ish shtypsve. Ajo duhet të qëndrojë mbi prova të besueshme dhe mbi të vërtetën. I vetmi vendim I drejtë është pafajësia e plotë. Dhe dua të besoj fuqishëm se në vendimin tuaj do të mbisundoj vetëm e vërteta, pa anësia, drejtësia edhe ligji. Që vendimi të mbështetet vetëm në ato që është provuar, jo në ato që është sugjeruar. Po e përfundoj fjalën time duke kërkuar drejtësi e cila shihet qartë. And all of those inside and outside the courtroom who assisted us. Your contributions, in contrast, as pioneers, as founders, as key members of the General Staff. Moreover, in rebuttal, the SPO claimed that he had never asked him such basic investigatory questions